vëllezër dhe motra, ne jemi dëshmitar të faktit se si në Shqipëri ka zjarre gjithanej. Vatra zjarrit qëllimshme pa qëllimshme këtë nuk e di. Po situata është e vështirë dhe situata është e rëndë. Prandaj le të ngrejmë durët tek Allahu xhalla xhelaluhu. Tani, sepse është prej sunetit që kur bëhet dua për shi, me ngrit duhet për ndryshe jo. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Allahumma suqi rahme, la suqi adhab. Allahumma suqi rahme, la suqi adhab. Allahumma suqi rahme, la suqi adhab. O Allah, o Zot, derdh mbi ne shi, o Zot i gjithësisë. O Allah, bëje shiun që do të derdhësh mbi ne mëshirë dhe jo dënim, ja Rabbel Alamin. O Allah, o Zot, ndoshta gjunahet tona dhe mëkatet tona e kanë çu situatën këtu ku është, po ti je falës, ti je i mëshirshëm, ti je bujar, ti je falës i të gjitha gjunaheve. O Allah, na fal dhe na mëshiro, e zbrit shi mbi ne, ja Rabbel Alamin. Sepse situata është e vështirë dhe njerëzit nuk përballojnë dot. O Allah, o Zot, na mundëso që të bjerë i shi. O Allah, o Zot, na mundëso që të bjerë i shi. O Allah, o Zot, na mundëso që të bjerë i shi. E të shuan këto vatra, ja Rabbel Alamin.